Alba, pse u përpoqet të më manipuloja në fillim të lojës? Benita ty. Do me thënë, akoma Benita mendon se unë jam përpjek ta manipuloj Benitën në fillim të lojës. Vetëm se do të bëhem në këtë rast shumë përsëritse. Nuk vuaj që të manipuloj askën, se unë shoh vetëm drejtimin time dhe jetën time. Edhe unë Benitës në asnjë moment nuk i kam thënë sillu kështu ose sillu ashtu me dikë tjetër. Madje, kur ka qenë fillimi, madje akoma nuk kemi pas hapësira për dhënë opinionet tona në lidhje me banorët, se shumë herë. Po, për gjajeve që ka ndodhur, unë mendoj që ne që kuptojnë ato në mendimin. 3 ditët e para. Dhe ajo akoma bazohet që në 3 ditët e para, unë nuk e di si, që unë i pas kam thënë Benitës, hajti bëjmë kështu, hajti bëjmë ashtu, ose ajo meriton kështu, ashtu këta lloj formash bisedash nuk kanë ekzistuar fare. Madje kam qenë unë ajo që i kam thënë Benitës, Benit, nuk jam rahat, me krevatin, me njerë që nuk i njoh. Pa e gjatë. Ajo ka qenë dakord, Nuk e ki manipulu. më duhet ta them patjetër. Ajo vetë ka rënë dakord, i kam thënë mos i thoni gjë asaj sepse do jem unë ajo që doja përcjell, dhe madje momentet kur ajo ka pas disa situata që edhe për mu nuk do ishin normale që ajo do i bënte, i kam thënë Ben ndalu, mos e bëj, dhe ajo prapë e ka bërë. Tani, këshilla ime ka qenë për mos e bërë, diçka që ka bërë. Në rast ajo ka vazhduar, pra këtu dëshmohet pjesa që ajo farë nuk manipulohet nga unë, as për të mirë edhe as për të keqe, se këtu çdo kush vendos vetë për veten e vet. Dhe kam vërejtë edhe diçka tjetër, në momentin që këtu bëjnë banorët gabime, e justifikojnë me shprehjen ose më manipuloi dikush tjetër, ose me shprehjen që ishte thjesht pjesë e lojës. Dhe jo më larg se dje, vetë Benita ju ka thënë tjerëve, unë nuk manipulohem. Tani, vajzë, manipulohesh apo nuk manipulohesh, se po bie kontradim me veten. As nuk dua ta diskutoj fare me atë pjesë unë kam thënë vetes time. Besoj që e morri përgjigjen. Faleminderit shumë. E kam parë edhe ata ditë publikus, funksionon shumë për publikun.